mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. A ke vënë re ndonjëherë që disa njerëz i kalojnë stinët e ftofta pa u sëmurë fare, ndërsa të tjerët preken nga çdo virus që qarkullon. Sekreti shpesh qëndron tek një sistem imunitar i fortë, dhe ai nuk ndërtohet vetëm me barna dhe vitamina artificiale, por fillon nga ushqimi. Në këtë video do të flasim për 10 ushqime të fuqishme që kanë veti natyrale për të forcuar mbrojtjen e trupit. Ushqime që jo vetëm të ndihmojnë të shmangësh sëmundjet, por edhe përmirësojnë energjinë, përqendrimin dhe shëndetin në tërësi. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos humbisni asnjë video me përmbajtje me vlerë. Hudhra. Hudhra është ndër antibakterialet natyral më të fuqishëm. Ajo përmban alicin, një përbërës që aktivizohet kur hudhra shtypet ose pritet dhe që ndihmon në luftimin e viruseve dhe infeksioneve. Përdorimi i rregullt i hudhrës mund të ulë rrezikun e ftohjeve të zakonshme dhe të përmirësojë qarkullimin e gjakut. Xhenxhefili. Xhenxhefili ndihmon në reduktimin e inflamacionit dhe është shumë efektiv për të qetësuar dhimbjet e fytyrës ose inflamacionet në trup. Përveç vetive antibakteriale, ai përmirëson tretjen dhe nxjerr qarkullimin, dy faktorë që ndikojnë direkt në sistemin imunitar. Limoni dhe agrumet. Portokallet, limoni, mandarinat janë burime të pasura me vitaminë C. Kjo vitaminë është thelbësore për prodhimin e qelizave të bardha të gjakut që luftojnë infeksionet. Për më tepër, vitaminat dhe agrumet përthithen lehtësisht nga organizmi. Kosi. Kosi natyral, sidomos ai me probiotik, ndihmon florën e zorrëve dhe mbi 70% e sistemit tonë imunitar ndodhet pikërisht në zorr. Probiotikët ndihmojnë në balancimin e baktereve të mira, gjë që përmirëson mbrojtjen ndaj viruseve dhe ndihmon në tretje më të mirë. Specat e kuq. Specat e kuq përmbajnë më shumë vitaminë C se sa agrumet. Janë gjithashtu të pasur me beta-karoten, i cili shndrohet në vitamin A në trup, një vitaminë që mbron lëkurën dhe syt nga dëmtimet. Kombinimi i vitaminës C dhe A i bën specat të fuqishëm për mbrojtjen qelizore. Spinaqi. Spinaqi është një bombë e vërtet me lëndë ushqyese, vitamin C, vitamin E, beta-karoten, hekur dhe fibra. Të gjitha këto ndihmojnë në forcimin e qelizave të imunitetit dhe në mbrojtjen ndaj infeksioneve. Është më mirë kur konsumohet i freskët ose pak i zier që të ruaj vlerat ushqyese. Bajamet. Vetëm një grush bajame përmban sasi të konsiderueshme të vitaminës E, e cila është një antioksidant i fuqishëm. Kjo vitaminë është thelbësore për funksionimin e sistemit imunitar dhe mbrojtjen e qelizave nga dëmtimi oksidativ. Bajamet përmbajnë gjithashtu yndyrna të shëndetshme që ndihmojnë përthithjen e vitaminave. Shafrani i Indis. Shafrani është përdorur për shekuj në mjekësinë tradicionale për vetitë e tij antiinflamatore. Përbërësi aktiv, kurkumina ka efekte të fuqishme në uljen e inflamacionit kronik dhe përmirësimin e përgjigjes imunitare. Brokoli. Brokoli është ndër perimet më të pasura me vitaminë C, vitamin A dhe antioksidant. Ai përmban gjithashtu sulforafan, një përbërës që ndihmon në aktivizimin e enzimave që luftojnë toksinat në trup. Konsumoje të zjerë pak ose të pjekur lehtë për të ruajtur më shumë vlerat e tij. Çaji i jeshel. Çaji i jeshel përmban antioksidantë të quajtur katekina, të cilat forcojnë funksionin imunitar dhe ndihmojnë në luftimin e viruseve. Ai përmban gjithashtu një sasi të vogël kafeine që rrit vigjilencën pa të stresuar sistemin nervor. Për të pasur një sistem imunitar të fortë, nuk mjafton vetëm të marrësh vitamina me kapsula. Duhet të ndërtohet çdo ditë me ushqim të vërtetë të pasur me lëndë ushqyese. Ushqimet që përmendëm nuk janë të mrekullueshme vetëm nëse i konsumon një herë, por kur bëhen pjesë e përditshmërisë, efekti i tyre shumëfishohet. Trupi yt reagon ndryshe, sëmuret më pak dhe rikuperohet më shpejt. Nëse vërtet kujdesesh për shëndetin tënd, fillon nga sot duke përfshirë disa nga këto ushqime në dietën tënde. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.